Avokat, së fundmi kanë dalë në dritë disa investigime të mediave italiane, por që ka pasur shkrime më parë edhe në mediat shqiptare sa i përket disa takimeve të përfaqësuesve të qeverisë me përfaqësues, po themi, të krimit organizuar apo persona të dyshuar që drejtojnë krimin organizuar apo trafikun e drogës në ishullin Aruba në Amerikën e Jugut. Dhe sipas një libri të botuar dhe nga një gazetar italian i cili i ka përmbledhur këto investigime dhe ka krijuar atë lidhjen mes mafias dhe politikës, rezulton që ky takim është zhvilluar në Amerikën e Jugut dhe ku është diskutuar për pastrimin e parave dhe për ndërtime në kryeqytetin shqiptar në Tiranë. Ju si e shikoni këtë kompleksje të krimit me politikën dhe duke qenë se ju e përmendët edhe pak më parë këtë lloj lidhje. Dhe në këtë takim thuhet se i është dhuruar qoftë për një nga përfaqësuesit e qeverisë apo për qoftë për Edi Rama, nuk është e sqaruar ende, një orë prej 400.000 eurosh. Dhe çfarë po luhet në këtë raste? A vijon të jetë Tirana vendi ku pastrohen parat në ndërtim? Tani, ai gazetari ka thonë kush ja ti që bën pyetjen dhe unë që do ja përgjigjem këtu. Ne të dy bëjmë pyetjen dhe përgjigjim me perceptim. Kemi një dhënë dy tani? Jo, normalisht në bazë të këtyre. Ja. Tani nuk besoj që dënjon Rama aq më të madh sa është shkoj deri në Aruba. Jo, nuk bëhet fjalë që ka shkuar Edi Rama, po një nga përfaqësuesit e qeverisë. Ai se ka problem ti marrin mes Shqipërisë mes Tiranës ata për të shkuar në Aruba, nuk është ndonjë problem. Nuk ka një gjë të re këtu. Personi fjalë që flet opozita për ta kuptuar që nëse ka krimi s'ka ngjyrë, ai person deri në 97-ën e 98-ën ka përkrahur PD-n. Ai nga Vlora që përmendin këta. Po këta për interesa politike të përmendin. Nuk e di. Para ka pasur që atëherë, normal që këtu investime pa pazar me politikën s'bën dot, domethënë, pa bërë pak me politikën. Nuk di ku ta ndaj informacionin sa i saktë është. Në perceptim, i gjithë vendi është dorëzuar në duart e krimit dhe kjo ka marrë fund. I gjithë vendi është dorëzuar në duart e krimit. Sot sovraniteti kryesor është ai i krimit. Zotron deputet, ministra, drejtësi, gazetari e tjerë. Po është kriminal edhe një botus mediash që na ka vënë qindra miliona euro që na erdhi vetëm me i palpallona edhe ato të arnosura nga vendi i tij në fillim të 90-s. Dhe që sot na bën kulla dhe rezorte, patjetër. Se kriminali është ai që vjedh. Nuk është vetëm ai që vret. Me thikë edhe me pistoleta, me automatik. Dhe ai që vjedh. Për mua, këta kanë barazuar qeverisjen me grabitje dhe ndeshmëri me krimin. Të ndeshmit sot janë të revoltuar, zërat jo lajt vetëmor, se po kemi disa zëra tani, por që e përmenda këto të medias për arsye se nëse do kishin pasur to mediat të mëdha në rregull, nuk do kishte pasur Orex njeri ti nga ana jote për të hapur një kanal edhe unë për të folë. Pasi ti kishim zgjedhur në këto median e madhe që punon non-stop 24/24. Por duke qenë që e kuptojmë se ku është media, vlerësojmë tani çdo alternativë që na jepet dhe e themi më e ndershme është kjo që ofron Bardhi, më me efekt se sa ajo që ofron media madhe. Kupton Bardhi? Vetë ky fakt, domethënë që ne dy që jemi në këtë lloj relacioni me njëri tjetrin, flet që tek ne cikli është ka kaluar disa herë, domethënë, është mbyllur cikli i kriminalizimit pothuajse të gjithë jetës vendit. Tani mendoj që ka vetëm një zgjidhje, të drejtohemi vlerave të larta të drejtësisë.
e të moralit, asgjë tjetër. Avokat, të ndalim edhe në dy pyetjet fundit sa i përket SPAK-ut. A mendoni se do të ketë një riorganizim të ri apo rritje të kapaciteteve apo rritje të goditjes ndaj zyrtarëve të lartë që pas takimit të Altin Domanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës me zyrtarë të Departamentit Drejtësisë atje, por më pas edhe të zgjedhjes së kreut të ri të SPAK-ut që pritet të zgjidhet tani në vijim, duke qenë se i mbaron mandati edhe Altin Domanit? Ata Amerikanë dhanë një sinjal, bardhë, se funksionon pak më ndryshe nga sa perceptohet media. E thritën Domanin dhe i thanë këtyre që bëni kashillik për ballë Domanit, ky shijoni, ky nuk preket. Edhe kanë ulur zërin për ballë Domanit. Qofse kjo është e rëndësishme. Ky shijoni, ky nuk preket. Ky është mesazh i pastër. Edhe nuk besoj se gaboj qoftë edhe i gram. Ju që bëni dar etj, ky shijoni, ky nuk preket. Nuk preket pasi të largohet nga SPAK-u, domethënë. Edhe pasi, çka kujton. Pse ka hap për ta goditur? Po nuk thash tani, kjo është mos e te kalo atë. Ky nuk preket edhe në shumë plane. Pra edhe për ta heq, edhe për t'i bënë një rang, se këta, po t'jenë këta të mos kenë duart e lidhura, këta të fusin burg. Pikërisht, prandaj, po i marrin gjithë godasin ekonomikisht, po ajo është e fundit dhe fizikisht. Se nuk është Domani që të godasin këta, se edhe i ka familje, edhe i ka fis. Jo, goditur në thojza në aspektin ligjor. Nuk është fisi Berishës me i malë se fisi im, po ta mojmë kështu. Si ku dhe 5 vetat kemun. Ose fisi Ramës me malë se fisi im, me fis pasaj nuk i ditë si dalim. Po këtu nuk bëhet fjalë, ti ta godasësh. Atën në aty ku s'lejohet, ka ca vijat kuqe. Ka ca vijat kuqe. Se këta por reks tyre do kishin ngrirë gjithë dynjan, por nuk e kanë atë. Se ka ca që thonë, këtu e ke, nuk shkon më. Pse si u të rojq Berisha, këta e spurdhjak njerë, ta nuk janë pavarë. Po ka i bën Çeço presidentin e Siris, edhe shkon ndryshon ai edhe pamjen, edhe retorikën gjitha, s'po bëka këta. A e mori Berisha pushtetin me vrasjen e Zemajdarit. Pse e lëshoj? E di madhe i vogël, me një telefonate ka lëshu. Futu zhduku atje, bëna zyrë, por nuk u futet, do ashtë për më i ballit. Kjo ka qenë. Ti është bashkëpunëtor të më të ngushtë ti, që kanë qenë me cilët unë kanë punu. Ma kanë thënë. Kështu që mos mendoni që këta ka ca gjellë që dali kështu janë kaq trima. Këta e njohin mirë. Edhe u bën keq pasaj njerëz e tij. Pse u prish me Izet Axhin? Kishin pushtuar televizionin. Na tradhuan ta Izeti. Jo, më nuk tradhoi. Ky njeri pa lëkurën e vet. U toroj se nuk e mbante dot në kurizmë. Ja thanë atij, je ti përgjegjësi, do japësh hesap ti. Kjo është e vërtetë. Kjo është vizita e Domanit. Unë kështu kam lexuar, si gjë më tepër. Ky njeri është i joni. Prekeni po doni. Mund të ketë pasën e kërcënim, se këta i mbajnë, këta kur duan kalon në hundë të tyre edhe në rina, se sot kalon, mund t'jesh me 100 vrasje, po duan këta kalon, po duan këta. Kjo është. Dhe shqyqyri që ka dhe Amerikë, i paktën jep sa garancira, se t'jep për këta të vrasin natën qajnë ditën pasaj. As i kemi bes fare, as nuk besojnë fare të mirësi e tyne, janë detyruar të jenë deri diku minimalisht gjojat mirë. Të ketë sigurtë. Më të poshtë nuk gjenë, se kjo lloj race, se ne kemi prodhuar një racë tjetër tani. Jemi të tërsuar, domethënë, dhe kemi prodhuar të racën e pushtetarit shqiptar, nuk ka domethënë. Nëse do të dojë nesër edhe kinematografia botërore të marri të poshtrin, intrigantin, pisanjosin, si njeri që mund ta ketë vizatuar me fjalë për shembull Molieri, La Fontaine, anë tjetër, le të vinë të marrin to fotot e tyre. Edhe nga afër gjen me ato mizanskenat e vogla se ku e ka ta ndisur.
njëri është bashkuar unda me mjekrën, i ka dalë shtrigania fytyrë, është trembruar në asnjë lloj pozicioni, nuk është shef drejt. Dhe akoma do të merret politikë. Ky tjetri shplak duket si kur është babai im, edhe pse është 2-3 vjet me mua diferencë, nuk e di tani.